Askush nuk e dinte të thoshte me saksi se çfarë parashikonte ligji për të vdekurit në burg. Disa gulmonin se ligji parashikonte se ata duhet mbaronin dënimin dhe pastaj eshtrat mund të jepeshin familjes. Prandaj parcela ishte shënuar në një hartë dhe bashkë me trupin futej edhe një shishe me gjeneralitetet e personit. Por ata më të vjetrit, që kishin lëvizur bashkë me kampi nga vepra në vepër, thoshin se nuk bëhej fjalë kurrësi për varresë. Sepse nëse kampi shvendoset çdo 4-5 vjet, siç ka ndodhur, gulmonin, kush do të kujdeset për një copë tokë pranë një fabrike çimentoje apo një rafinerie që ka në të ca kufoma? Edhe po të ketë ndonjë ligj që garanton tërheqjen e eshtrave pas varrimit të dënimit, familjet as nuk do të guxonin, as nuk do të kishin mundësi të futeshin në kërkesat e tilla. Ata nuk dinin të kishte ndodhur ndonjë rast i tillë. Burgu ishte një botë e nëndeshme, ku s'kishte kuptim varri, pasi ai vetë ishte një lloj varri që i ndante të burgosurit nga botat e gjalla. Për më tepër, varresa shihen si një vend nderimi dhe kujtimi, ndërsa ata ishin futur aty pikërisht se s'meritonin nderim dhe kujtim. Prandaj, të vdisja aty nuk ishte tjetër veç se përfundimi i një varrose fizike dhe morale, që kishte nisur me marrjen nga jeta e lirë dhe futjen në qili. Në fillim të rrugtimit me penë, në përkujtesën e këtyre jetëve, kam menduar se i kam zgjedhur pse ato shprehin më mirë se të tjera, ndjenjën e dyfisht të pranimit dhe refuzimit të jetës së hedhur në këtë kazan të ndërtuar enkas nga djajt për të shkryer shpirtra. Sepse vërtet ato me kalimin e viteve, pranimi i vetës i veshur me rrobat e burgut, peizazhi i djegur, telat me gjemba, karakollët, puna sfilitse në minierë, leximet e detyruara kolektive, apelet e ndëshkimet birutësore bëheshin aq të afërta me veten, por ama rrallkush arrite t'i konsideronte ato si pjesë autentike të vetvetes. Të gjithë mendonim se ditën e lirimit, rrobat e burgut do të mbeteshin pjesa të rrethimi e karakollëve, telave me gjemba, të cilave s'kishin mendim tjetër veç se si t'i flaknin një herë e përgjithmonë për të kthyer te jeta, peshja, vetja jonë e vërtet. Marr nga libri Jetë burgu nga Fatos Lubonja.